Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një fenomen misterios dhe intrigues që shumë prej nesh e kanë përjetuar të paktën një herë në jetën e tyre. Deja vu. Çfarë është deja vu, pse ndodh dhe çfarë mund të mësojmë nga kjo përvojë e pazakontë? Çka është deja vu? Deja vu është një ndjenjë e veçantë dhe shpesh e pabesueshme ku ndjejmë se një situatë aktuale është shumë e njohur, sikur e kemi përjetuar më parë. Termi deja vu vjen nga frëngjishtja dhe do të thotë e parë më parë. Kjo ndjenjë mund të zgjasë vetëm disa sekonda, por gjatë kësaj kohe ndjejmë një kombinim të njohurisë dhe habis që është vështirë të përshkruhet. Ekspertët kanë identifikuar disa lloje të ndryshme të deja vus, duke përfshirë deja vu e përjetimit. Kjo është forma më e zakonshme ku kemi ndjenjën se kemi përjetuar më parë një situatë të veçantë. Deja vu. Ky është një lloj ku ndjejmë se kemi kaluar tashmë nëpër një ngjarje të caktuar dhe madje e mbajmë mend deri në detaje të vogla. Deja senti, kjo është një ndjenjë e njohur dhe e përjetuar shpesh në biseda, kur fjalët apo frazat duket se janë dëgjuar më parë. Deja vizit është një formë e rrallë e deja vus, ku kemi ndjenjën se kemi qenë në një vend të veçantë më parë, edhe pse realisht nuk kemi qenë kurrë atë. Pse ndodh deja vu? Ekzistojnë disa teori që përpiqen të shpjegojnë pse ndodh deja vu. Tani do t'i cekim disa prej tyre. Ngatrimi i kujtimeve. Një nga teoritë më të njohura është se deja vu ndodh kur truri ynë përpunon informacionin aktual në mënyrë të gabuar, duke krijuar një ngatrim midis kujtimeve të reja edhe atyre të vjetra. Ky ngatrim mund të krijojë një ndjenjë të njohëse një situate që realisht është e re. Disfunksioni i hipokampusit. Hipokampusi është një pjesë e trurit që lidhet me krijimin e kujtimeve të reja. Kur hipokampusi përpunon informacionin në mënyrë të shpejtë, mund të ndodhë që përvoja aktuale të ngatrohet si një kujtim i kaluar. Shpjegime psikologjike. Psikologët thonë se deja vu mund të jetë një reflektim i ndërgjegjës sonë. Ndjenja e njohurisë mund të jetë rezultati i kujtimeve të fragmentuara ose të paqarta që rikthehen në vetdijen tonë në një moment të caktuar. Kjo mund të ndodhë kur truri ynë e kap informacionin në mënyrë të pavetëdijshme dhe më pas e rikthen atë si një kujtim të njohur. Gjendja e ndjesisë dhe mënyra e jetës. Stresi, lodhja dhe mënyra e jetesës mund të ndikojnë gjithashtu në përvojat e deja vus. Disa studime tregojnë se njerëzit që janë më të lodhur ose të stresuar janë më të prirur të përjetojnë deja vu. Një mendje e lodhur mund të jetë më pak e aftë për të përpunuar informacionin në mënyrë korrekte dhe kështu krijon ndjenjën e deja vus. Përvoja e kalimit të jetës. Disa njerëz besojnë se deja vu mund të ketë lidhje me përvoja të kalimit të jetës ose kujtime nga jeta e mëparshme. Megjithatë, kjo teori nuk mbështetet nga fusha shkencore dhe mbetet kryesisht në fushën e spekulimeve. Çfarë mund të mësojmë nga deja vu? Deja vu është një kujtesë intriguese e kompleksitetit të trurit tonë dhe mënyrës se si e përpunon informacionin. Edhe pse ende nuk ka një shpjegim përfundimtar për këtë fenomen, studimi i tij mund ta ndihmojë të kuptojmë më mirë proceset e kujtesës dhe funksionimin e trurit. Shpresojmë që kjo video t'ju ketë ndihmuar të kuptoni më mirë se çfarë është deja vu dhe disa nga teoritë që përpiqen ta shpjegojnë atë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.